Brapa kemi Sazanin. Mbrapa Sazani. Patjetër. Dhe këtë është Bregdeti i Zvernecit? Gjiri Dalanit. Tani, në qoftë se ne flasim dhe unë po shprehem si profesionist, si arkitekt, urbanist dhe person i arsimuar dhe i njohur për zhvillimin e territorit, atëherë unë ngrej një pikë pyetje, them pse gjithë ky nxitim që qeveria që do të hyjë në BE në 2030 ka të nxitim që këto pasuri kaq të rëndësishme kombëtare ka vendosur të zhvilloj, po të zhvilloj si një mall i cili i vi ka datë skadencës. A mos i ka dalë vallë datë skadencës Sazanit, Zvërnecit i ka dalë datë skadencës, që ne duhet ta zhvillojmë në të tillë mënyrë tinzare të rrethuar me telemegjëma. Pse nuk janë respektuar të gjitha hallkat ligjore? Pra, afishimi, dëgjesat publike, ku janë dëgjesat publike që qytetarët ta dinë çfarë po bëhet këtu? Kush e di këtë pra? Nuk e di njeri pra. Atëherë, Zvërneci, Sazani dhe çdo investim në zonat e mbrojtura duhet të kishte mbi të gjitha një mirë kuptim nga qytetarët, që të bindeshin që kjo po bëj për të mirën e tyre dhe jo në dëm të tyre. Dhe pastaj mund të aplikojë çdo ligj dhe çdo ndërhyrje që prapë duhet të jetë vërtetuar që është në mirë të komunitetit dhe jo në interes të dy personave. Tani, kjo qeveri ka vërtetuar që po e bën të gjithën këtë më dhunë dhe nuk ka legjitimitet që qëndroj më. E vetmja gjë që mund të bëjnë shqiptarët, dhe këtu më falë se dola nga profesioni, po flas si qytetar, është që duhet ta largojnë këtë sa më parë dhe të bëjnë një menaxhim të territorit në interesat e shqiptarëve, jo të dy pakicave. Dhe po të flasim pikërisht për të zona, duhet një bllokim i menjëhershëm, moratorium i ndërhyrjes këtu, i menjëhershëm, absolut, të bëhet një inventar, të bëhet një studim i mirë menduar si zonë mbrojtur, në bashkëpunim me kërkesat e BE-s. A do hyjmë BE? Studimi këtu do të jetë në bashkëpunim me frymën e BE-s, sepse nesër ti do kesh turist nga gjithë bota, do kesh qytetarët e BE-s këtu që ta vizitojnë, dhe ata do të kenë dëshirën dhe të jenë të sigurt dhe të kenë mundësinë të aksesojnë këtë. Jo ta shikojnë nga larg me fotografi se si po lahet ai pashaj apo oligarku i zonës. Kështu që të gjithë këto zona duan një studim të mirëfill demokratik, të hapur konkurs ndërkombëtar, me një studim fizibiliteti që t'i tregohet shqiptarëve me dëgjese publike. Ky investim këtu do të sjellë këto të mira. Kurse kështu siç është sot, kjo po kthehet vetëm në një zonë e uzurpuar dhe kudo në botën e tretë, parajsat janë kthyer në rezorte dhe nuk i japin asnjë të mirë banorëve vendas. Pra, mesazhi im është që të gjithë intelektualët, qytetarët e këtij vendi të zgjohen dhe të ndërhyjnë sa më parë, duke mbështetur të gjithë ata që po ngren zërin dhe duke kërkuar që kjo të bëhet më e mira e mundshme për ne shqiptarë. Okay. Kemi një çift aty poshtë, po kaloshën tim. Kanë ardhur mbasi nga Zvërneci, sepse nga Vlora me bicikleta, po bëjnë plazh. Po shfrytëzojnë momentet e lirisë. Të pjesës lirë, domethënë jo brenda rrethimit, janë jashtë rrethimit, po bëjnë plazh. Tani unë para disa ditësh isha në veri të Shqipërisë, afër Lumit Drin. Dhe duke bërë biseda aty me njerëz të interesuar për të ardhmen e territorit, kam shprehur një vizion dhe thash, imagjino sikur Shqipëria mos i shiste këto, pra mos i sëptonte dhe të kishte një plan mbi territorin, rrjetëzim për rrugë me bicikletën të Shqipërinë. Pra, të vi dikush një turist, të kalojë nga veriu, të dalë deri në jug me rrjet bicikletës, që këto mund të jenë të organizuara në zonë urbane, në zona malore, kudo, siç ka Shqipëria. Një rrjet i organizuar i hiking, i ecjeve, pra, një rrjet i organizuar i komplet zonave turistike kulturore, dhe një rrjet i organizuar i risorceve bregdetare, lumenjve, liçeneve. Dhe ti imagjinoje, ke bërë Shqipërinë një parajs që të vjen njerëz vërtet interesuar për mjedisin, për kulturën, që do ta shpenzojnë legun në mënyrë jeshile, në mënyrë të pastë. Dhe ky qytetar i po vjen sot me bicikletë, ai që këtu mund ta merrte bicikletën, të bënte plazh i lirë aty, të konsumonte ato shërbime që duhet të ofroheshin dhe ato lekë i vendin komunitetit. Pasi të shkonte ti me bicikletën, shkonte diku tjetër. Dhe aty ta linte bicikletën të parkuar, të hipte malit në kamp. Diku tjetër merrte kanoan dhe të bënte rafting. Dhe kjo do ishte zhvillimi që do ta bënte Shqipërinë parajs dhe do ta bënte vendin më të pasur të Evropës, sepse i ka të gjitha këto resurse. Dhe çfarë më tha mua, arkitekt, po kjo që po thua ti është ëndër, nuk e bëjmë dot ne. Po pse se bëjmë dot? Pra, po të duam ne si popull, pra me një ëndër të tillë realizohet.
Pra, e imagjinoja se nuk e bëjmë ne vëndalin, nuk e bëjmë dot. Ne se zdo ta bëjmë dot asa tapo as ne.